Është haram të përdorin stat kartelën me bankën tënde. Krejt bankat, kartelat kanë komat. Ata zotnit atje do të me qelë sektor pa komat. Ata zotnit atje do të me qelë sektor pa komat. Ka diçka iniciativë tillë, sa kam marrë informata pak se të zbehta, por konkret nuk ka kur gjë. Ata do të me qelë pa komat. Dhe ndoshta është neglizhencë jonja, që s'po kena kontakte me 80% më honoj njerëz, apo doni me pas punë po. Qile një sektor në bankën tonë pa komat, lemi kartelat pa komat. Ju i thënë atë që në zero komat, po ka komat, jo muslimon. Ato ka komat. Sepse, për në të jek shybe ty, mas me lodhes me vetë kërkan mas xhamis. Nëse merë një gjysend, për 6 muaj ditë, herë 50 euro, bojnë 300 euro. Thot nuk kime shtu ma shumë kur gjo, kemi paguar 300 euro, gjdo muaj ka 50 euro, për 6 muaj, a bo 300 po. Dhe kërkun nuk po figuron në emni komat, shumë mirë. Po nëse nuk e lajnë për 3 muaj ditë që ka bëhet, kalzëm. Kalzëm që ka bëhet nëse nuk e laj. Jo në laj, o ti jo në laj, po ti kalzëm nëse nuk e lajnë. Nëse nuk e lajnë, që ka bëhet? Kërset komata. Vetën të që të thuj, po në nëse nuk e laj për 6 muaj ditë. Që më ndodhe diçka mu, më kërsi diçka tjetër këtanë dhe vëllaj harrej bile, se të kërset diçka tjetër ka harrën të që kime la atje, dhe që të parë që e kim bankin zjerë, bëm tjere, që ka bëhet? A ma shtyn të afatin? A mbesin 300 sa janë? A me për mënsi hapsir tjetër halem me ma shty? Apo veç e rrit, fap e rrit, ja Allah ka tash komat, po kry meselja. Pra, është komat e pak kontraktuar, por në letër. E ata janë më të meqëm pronarët e bankave, më të meqëm po të më shef, më të meqëm e në ata, se sa që më një bën budal të dhe une. Ata janë më të meqëm. E në përdojnë e i bë budal, përdojnë e marë halal. Por, manipulojnë. Për atë arsye, banka, kartelat tënë në kanë komat, se të ka komat, edhe 900 o kry meselja.